Këdo që të pyesësh sot se çfarë është ligji i investimeve strategjike, të gjithëve i kujtohet si ai ligji që ndan porte, aeroporte, fshatra turistike pa garë. Tani përveç këtij ligji të investimeve strategjike, majoranca nëpërmjet deputetëve ka sjell edhe një ligj tjetër të porteve strategjike. Kushdo që ka marrë një investim strategjik, tashmë do ketë të drejtën ta marrë edhe portin, pa garë. Pa garë e parë, pa garë e dyta. Megjithëse qeveria shqiptare ka marrë angazhim edhe si rezultat e procesit të integrimit që ta shfuqizojë ligjin e investimeve strategjike. Ato përsëri vazhdojnë bëjnë ligje që bien ndesh edhe me procesin e integrimit, po edhe me interesat e të gjithë qytetarëve shqiptar. Ktu është interes jepi. E qytetarëve shqiptar. Ta ndaroj këtu, tash të filloj. Këtu 3, 2, 1. Sot në ekonominë shqiptare praktikisht nuk ka garë. Nuk ka mundësi një biznes normal që të vijë të hyjë në një garë ta fitojë atë. O do të ndahen si investime strategjike, o do ndahen nëpërmjet tenderave e koncesioneve ke pagduar, ose do tipen pa procedurë, ashtu siç pretendojnë të japin tashmë portet. Kjo e ka shkatruar ekonominë shqiptare. E pastaj dëgjojmë prallat e përditshme të tërheqjes investimeve tuaja. Po si mund të vinë investimet e huaja kur në ekonomi nuk ka garë? Kur ekonomia e torta e pushtetit sot është ndarë në kaq pagduar? Këtë duhet të ndryshojmë. Çdo ditë këtë duhet të ndryshojmë.